Ministri i Punëve të Brendshme Besfort Lamallari prezantoi masat e ndërmarra nga Policia e Shtetit dhe strukturat përgjegjëse për mbarvajtjen e sezonit turistik veror 2026, duke vënë theksin te garantimi i sigurisë, menaxhimi i flukseve dhe ofrimi i një shërbimi sa më miqësor për turistët që vizitojnë Shqipërinë. Gjatë konferencës periodike për mediat, ministri theksoi se Shqipëria po njeh nga viti në vit rritje të numrit të turistëve nga Europa dhe migjer, çka kërkon masa të posaçme për garantimin e rendit dhe sigurisë publike në të gjithë territorin. Në këtë kuadër, ka theksuar ministri i Punëve të Brendshme Lamallari, Policia e Shtetit ka planifikuar shtim të pranisë policore në zona turistike, në plazhe dhe në destinacionet malore, si dhe organizimin e patrullimeve të dedikuara dhe shërbimeve 12-orëshe gjatë periudhës 1 korrik 31 gusht 2026. Njëkohësisht do të ngrihen stacione provizore policore pranë zonave me interes të lartë turistik, konkretisht në Valbon, Theth, Koman, Tale, Gjirin e Lalzit dhe Ksamil, ndërsa do të forcohet kontrolli i trafikut dhe menaxhimi i flukseve në pikat kufitare. Ministri Lamallari nënvizoi gjithashtu përmirësimin e mëtejshëm të procedurave të përpunimit të pasagjerëve në hyrje të vendit, duke evidentuar suksesin e përdorimit të portave elektronike A-Gate në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit, që kanë reduktuar ndjeshëm kohën e pritjes. Sipas tij, e njëjta teknologji do të shtrihet edhe në portet e Durrësit dhe Sarandës, me synimin për të lehtësuar procedurat kufitare pa cënuar standardet e sigurisë. Në fokus të masave për sezonin turistik është edhe funksionalizimi plot i njësisë policore detare, e cila do të monitorojë dhe kontrollojë zonat bregdetare më të frekuentuara të vendit. Gjatë konferencës, ministri ndau dhe detaje mbi forcimin e bashkëpunimit me Guardia di Finanza në luftën kundër kultivimit të palejshëm të kanabisit. Nga 1 maj deri në 31 tetor 2026 janë planifikuar 200 orë fluturimi monitorues, 20 orë më shumë se një vit më parë, ndërsa për herë të parë krahas helikopterëve me sensor të dedikuar do të përdoret dhe një avion i specializuar për identifikimin dhe transmetimin në kohë reale të koordinatave të dyshuara. Sipas ministrit Lamallari, të gjitha këto synojnë jo vetëm garantimin e sigurisë publike, por dhe forcimin e imazhit të Shqipërisë si një destinacion turistik i sigurt, mikpritës dhe modern.